Sa bëhet zakonisht këtë transportrim? Mbrami dikur vonë, zakonisht du të me qëllu kur e kanë ndrimin, policia t'jen veri. Na duhet me ndrejsh raportin me Llakin. Qysh po me ndrejsh, s'po të marrë vesh. Duhet me jabon e favor. Mi thonë që i borgjën e ki falës, ose mi japim një transport pa pare. Pa pare? Këtë punë që po e bojnë për pare. Nuk ka logjika jo që po thu ti. Nuk ja vlen me rreziku me transport. Në fund, çka? Pa pare. Neve por na duan për njerëz. Me blej armë, për çta dhe ja kem nisë këtë far biznisi me këtë far Llakin. E di, jeton që na duhen pare. Nuk po thom me jap transportin falës. Edhe pra? Edhe muj me bo njerëz, muj me bo pare. Tanat muj me bo. Në një gjobe harroni. Çka po harrojmë? Qysh dojmë me luftu petarin. Bojmë njerëz sa dush, për s'muj mi dal ballë. Vetëm mundësi është për mes Llakit. I him prej mrena, ja kalojmë hallkën e sigurisë, dhe kjo është metoda më e mirë e më efikas. Ama ajo është me plot vedi me shku. Me dek. Ku me marrë dhe e ditë, u e thënë. S'është më kur gjë interesant për mu. Shumë me qeft madhe isha i edhe kisha pështu shumë jetë tjera. Besoj se ka edhe alternativa tjera. Nuk do me thonë kjo më kone para. Për e fundit. Nuk fitojmë nëse hupim njerëz prap.